sfidat në hetimin e krimeve mjedisore paraqesin pavarësisht përkushtimit institucional dhe progresit për të arritur, domethënë, në hetim të krimeve mjedisore, përballën me sfida të konsiderueshme. Një nga sfidat kryesore mbetet mungesa e ekspertëve të specializuar për vlerësimin e dëmeve, domethënë, materiale që shkaktohen gjatë, domethënë, një vepre të krimeve mjedisore. Në shumicën e raste përcaktimi profesional, shkolla e dëmit e shkaktuar përbën elementin kyç. E ne në këtë fazë, domethënë, nuk po e kemi, domethënë, një ekspert që e bën, domethënë, këtë vlerësim të dëmit. Po ashtu mungesa prokurorëve dhe gjyqtarëve të specializuar për këtë fushë, që do të na ndihmonte shumë sikur në vendet e Bashkimit Evropian, ku zyrtarët tonë kanë po, domethënë, që atje ka prokuror special, domethënë, të specifikuar vetëm për krimet e mjedisore. Një tjetër kufizim lidhet me, domethënë, me aplikimin e masave të fshehta të hetimit që ne, domethënë, nuk arrim të zbatojmë për shkak që veprat e krimeve mjedisore, dënueshmëria atyre është më e vogël dhe nuk po plotësohen kushtet, domethënë, për të përmbushë elementet që me kanë çësja edhe më profesionale dhe më e shpejtë. Format më të përhapura të krimit mjedisor, që ne gjatë praktikës që kemi hasë, si njësi që janë, domethënë, ndotja e ujrave dhe sipërfaqes nëntoksore, ndotja industriale të ajrit, menaxhimi i kundërligjshëm të mbeturinave, prerjet ilegale të pyjeve, shfrytëzimi i kundërligjshëm i zhavorit, rërës dhe mineraleve, degradimi i tokës dhe peizazheve natyrore, ndërtimet e paligjshme në zonat të mbrojtura, dëmtimet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Janë paka shumë raste, domethënë, të cilat ne i kemi pasur deri tash. Për përfundim, krimet mjedisore nuk duhet të trajtohen si shkelje të zakonshme ligjore, por si një vepër që prek interesat strategjike të shtetit dhe qytetarëve dhe të ardhmen e gjeneratave. Për këtë arsye, forcimi i kapaciteteve profesionale dhe teknike të njësia për hetimin e krimeve mjedisore, avancimi i bashkëpunimit ndërinstitucional, rritja e ndërgjegjshmërisë publike mbeten elemente të domosdoshme për një luftë më efikase kundër kriminalitetit mjedisor në Republikën e Kosovës. Në një kohë kur mbrojtja e mjedisit po konsiderohet gjithnjë më shumë me çështje e sigurisë kombëtare dhe zhvillimit të qëndrueshëm, roli i njësisë për hetimin e krimeve mjedisore mbetet jetek për garantimin, sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e pasurive natyrore të vendit. Së fundmi me rastin e krijimit të një grupi operativ emergjent për trajtimin e mbeturinave nga Ministria e Mjedisit dhe planifikimit hapësinor, njësia jonë ka caktuar një zyrtar i cili domethënë do të jetë afër këtij grupi dhe do të merr dhe shpërndaj informacionet në nivel qendror apo të stacioneve rreth çështjes së mbeturinave, domethënë, të identifikuara. Policia e Kosovës në ndër vite në lidhje me mbeturinat përmes njësive të saj në terren ka gjobitur personat që ka hasur, domethënë, në lokacione të ndryshme sa i përket hudhjes së mbeturinave. Dhe kjo statistikë është nxjerrë për vitin 2024, 25, 26. Për vitin 26 përbën vetëm muajin janar dhe maj, ndërsa për vitin 2024-2025 është e komplet vitit. Nën kupton që kur t'ju lexoj tash do të kuptoni se me kalimin e viteve është duke u rritë, domethënë, edhe dënueshmëria e personave nga policia e Kosovës që hasin në rrugë me hudhjen e mbeturinave të ndryshme. Në bazë të ligjit, domethënë, të thënë për rregullat e trafikut rrugor, në vitin 2024 janë shqiptuar 33 tiketa në vlerë 100 euro. Në vitin 2025 janë shqiptuar 66 tiketa, kurse në vitin 2025, kurse në vitin 2026 janar-maj janë shqiptuar 41 gjoba sa i përket, domethënë, kësaj dukurie ku janë has persona që kanë gjobit në vlerë 100 euro, domethënë. Dënimet me gjobë në vlerë prej 200 euro për vitin 2024 janë për vitin 2025, për vitin 2024 janë gjithsej 186 gjoba, për vitin 2025 janë 290 gjoba, ndërsa për vitin 2026 janar-maj janë shqiptuar 134 gjoba. Vlera ka qenë këtu 200 euro, ndërsa me vlerë me gjobë prej 50 euro për vitin 2024 kemi
88 gjoba, për vitin 2025 120 gjoba, ndërsa për vitin 2026 janar-maj 91 gjoba. Duhet të them që sektori mbetërina është një ndër sektorët më i kompletuar në aspektin legjislativ. E kemi ligjin për mbetërina, por e kemi edhe 28 udhëzime administrative, të cilat janë me theks të veçantë për menaxhimin e mbetërinave, si edhe 2 vendime të veçanta që e mbështesin menaxhimin e mbetërinave në nivel vendi. Ne kemi strategjinë e integruar për menaxhimin e mbetërinave 2024-2035. Ky është në vitin 2025 përpas rishqimit, domethënë është bërë përsëri rishqimi i strategjisë. Dhe kjo strategji, them të drejtën, parashët që deri në vitin 2035, në qoftë se qeveria dhe institucionet lokale dhe qendrore marrin me seriozitet, do të jetë një investim prej 410 milionë euro. Domethënë një investim mjaft i madh për menaxhimin e mbetërinave, por në njëjtën kohë do të jetë edhe mbi 54 milionë euro që do të presim nga donatorët jashtëm, i cilët janë në gjenerator jashtëzakonisht të mëdhenj për Ministrinë e Mjedisit. Dokumentet tjera të cilët mirë po duhet të përmend se edhe në lidhje me riciklimin e mbetërinave, ne në kuadër të kësaj strategjie janë të përpara mbi 240 milionë euro, të cilët janë si paku që do të investohet në ekonominë qarkore. Dokumentet e tjera të cilët janë mjaft me rëndësi në kuadër të menaxhimit të mbetërinave dhe ekonomisë qarkore, kemi edhe udhëheqësin e ekonomisë qarkore që është publikuar në webpagjen në vitin 2003, mandej business model për ekonominë qarkore për në vitin 2024, mandej kemi edhe një strategji tjetër, i cili është në kuadër të Ministrisë së Industrisë, i cili ka si qëllim mbështetjen e bizniseve deri në vitin 2030, edhe kjo strategji në njëjtën kohë edhe mbulon edhe ekonominë qarkore, i cili zakonisht në KIESA është institucioni veçantë në kuadër të kësaj ministrie, i cili ndan mjete në lidhje me teknologjinë green që thonë të gjelbërt, por edhe njëherë edhe për inovacion. Është një udhëzim administrativ në kuadër të politikës së Ministrisë dhe Qeverisë, udhëzim administrativ për amballazhin dhe mbetërinë të amballazhit, i cili përfshin dy procese, dy sisteme mjaft me rëndësi, domethënë përdorimi i qesëve plastikës në Kosovë, por edhe kthimi i depozitave DRS. Kosova është një vend i vogël, është një vend që ka natyrë të mrekullueshme, ka potencial të mrekullueshëm, mirë po problemi kryesor është që ndonjëherë kjo vlerë nuk po ruhet në masën që duhet, prandaj edhe secili qytetar duhet të ketë përgjegjësi për veprimet që i bën, edhe të kujdeset ma tepër për mjedisin. Kjo ditë nuk duhet të jetë vetëm sot, nuk duhet më festu vetëm sot, mirë po është një ditë që secili prej neve duhet në mendje me mbajtë që çfarë do lloj veprimi që e bojmë e ka një impakt sa do të vogël, pozitiv ose negativ në mjedis. Gjëja kryesore që mendoj që duhet bëhet është të vetëdijsohet popullata, e kjo të fillohet qysh prej shkollave fillore, prej qerdheve, të fillohet edukimi mjedisor, edhe të përcjelljet ajo kultura e mbrojtjes së mjedisit. Besoj që kjo është hallka e parë se ku na si vend ngecim, duke kalu pastaj edhe te hallkat e tjera që mendoj që shumë mirë që sot prokuroria dhe policia janë këtu, sepse janë institucione shumë të rëndësishme, sidomos në vënien dhe zbatimin e ligjit, në marrjen e masave të duhura për parandalimin e degradimit mjedisor. Kompania për menaxhimin e deponive menaxhon me 4 deponi në Kosovë, me deponinë e Podujevës, deponinë e Gjilanit, deponinë e Obiliqit, që është deponia e Mirashit më e madhe në regionin e Prishtinës, me deponinë e Prizrenit, edhe e kemi një stacion transferi, i cili është stacioni transferit në Ferizaj, që menaxhohet prej kompanisë për menaxhimin e deponive.